25 vite tashmë në industrinë e gastronomisë dhe kulinarisë, në të cilat shumë nga këto vite kam jetuar dhe punuar jashtë. Dhe vendosa që kurorëzimin e ëndrave të mia ta kem në vendin tim të lindjes, duke pas parasysh që edhe patriotizmi im është goxha i pranishëm në qenien time, në karakterin tim. Dhe kishte ardhur momenti që këto ëndrat e mia t'i kurorëzoja me atë që unë dua më shumë, të kem restorantin tim, të kem çdo gjë që The Crown sot përfshin. Biznesi jon ka lindur si një ideologji dhe si një koncept i mirë menduar që nga gozhda e parë e themelimit të tij. Është një koncept fine dining i cili ka 5 momente gjatë ditës. Të këto 5 momente ndërlidhen shumë mirë në bazë të orareve, në bazë të dress-code-it që ne përdorim, në bazë të çdo gjëje që një restorant i mirëfill dhe me ideologji të qartë duhet të ketë. E filloj me mëngjesin, ku mëngjeset tona janë jo vetëm për klientët e hotelit, por edhe për klientë të jashtëm, me një koncept të mirë menduar, me një koncept pak ndryshe, është me një checklist ku klienti zgjedh ato që dëshiron dhe ne i gatuajmë në moment. Kafja ka menun e saj, është një kafe që ne marrim ekskluzivisht për The Crown, bashkë me Aleandro Group, është një kafe e dedikuar për ne. Tashmë në Tiranë flitet kudo për branchin e famshëm të The Crown. Ka krijuar një identitet për branchin dhe një vakt që vlerësohet si një vakt i mirëfill. Dreka në The Crown është një moment ku përgjithsisht kemi njerëz të zyrave, patjetër që turistët janë gjithmonë të pranishëm. Ne kemi konceptuar si një fashion magazine, është si një revistë e mirëfillt ku secila pjatë ka foton e saj, ka shpjegimin e saj dhe ka të gjithë informacionet që një klient mund të ketë. Është shumë për të vlerësuar në The Crown që ne çdo gjë prodhojmë në ambientet tona, pra që nga buka, ëmbëlsirat dhe çdo gjë tjetër. Ne blejmë vetëm blendën e parë dhe çdo gjë është e ndërtuar dhe e krijuar në The Crown nga fantazia dhe puna e mirë e shefave tanë. Bubble Afternoon Tea është fantastik në The Crown, është një nga momentet më të bukura, sidomos në periudhën e vjeshtës dhe dimrit. Tipik anglez, patjetër që e kam marrë në Londër gjatë jetesës time atje si një vakt. Dhe e kemi sjellë në Tiranë kur realisht mungonte shihet biologjike të çajit të gjithë botës. Sa i përket menus koktejleve, patjetër që është shumë e mirë menduar, është e bërë nga bar manager joni dhe ka shumë koktejle që janë signature dhe patjetër klasikët e gjithë botës. Normalisht që kemi pasur bashkëpunimet tona me shoqatën e bartenderave që kemi bërë ato përzgjedhjet për të pasur një listë koktejlesh të mirë menduar. Lista jonë e verës është një nga listat më të kompletuara, mendoj, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Janë mbi 350 etiketa nga të gjitha zonat e botës. Po flasim deri në Zelandën e Re, po flasim deri në Afrikën e Jugut. Franca dhe Italia përbëjnë bazën kryesore, vera shqiptare, greke dhe në çdo zonë të tjetër vinikole që meriton të jetë një restorant të mirë. Është pikërisht ky vendi ku the magic happen, ku ne kemi të gjithë murin të ekspozuar me vera nga e gjithë bota dhe lista jonë e verave është kjo. Për të gjithë ato që e duan verën, për të gjithë ato që e kanë pasion verën, që duan ta ndajnë me ne, janë të mirëpritur sepse ky është vendi ideal për të gjetur gjithçka dhe çdo shije dhe çdo preferencë në lidhje me botën e verës. Darka në The Crown është unike. Është një ambient me ndriçim të ulët, është një ambient ku përgjithsisht konsumohen menut e degustimit apo tasting menu që i quajmë ne, ku secila prej tyre ka mbi 11 portata, ku eksperienca kulinarie vlen mbi gjithçka. Pra nuk është vetëm një vakt, nuk është vetëm një konsumim darke, por e gjitha është një eksperiencë që nga rezervimi, që nga ardhja, që nga mikpritja,
dhe që nga shijimi të gjitha pjatave të shefave tanë. Dark and the Crown është një nga më të veçantat në Shqipëri dhe jo vetëm, dhe kjo është e konfirmuar edhe nga revistat e ndryshme botërore dhe nga shkrimet të food bloggerasave të ndryshëm të botës, të cilët kanë vlerësuar pikërisht një nivel të tillë kulinarie në kryeqytetin shqiptar. Sa më lart të ngjitesh, aq më e vështirë bëhet ecja, vrapimi dhe eksperienca jonë. Të kesh një restorant fine dining, fakt është një nga momentet më të vështira që një drejtues apo një menaxher apo një shef kuzhine mund të ketë. Ka aq shumë detaje, ka aq shumë lodhje, ka aq shumë fantazi që duhet ti vendosësh në përditshmërinë tënde që bëhet shumë e vështirë. Por satisfaksioni që një kuzhinë fine dining, një restorant fine dining të ofron, është më e mira e mundshme. Është njësoj si të luash në Champions League. Dhe ne kemi zgjedhur këtë rrugë, kemi pëlqyer të jemi në ligën më të lartë bashkë me vështirësitë e veta. Menut e restorantit ndahen në 3. Kemi menun à la carte që përfshin të gjitha pjatat që ne bëjmë, pastaj kemi edhe 3 menut e degustimit, të cilat ndahen në standarde, që është pak më pak imaginative si në kohë si në pjata, por që gjithsesi është një menu e standardit shumë të lartë. Kemi Pure Crown, e cila është best seller tek ne, është menuja më e shitur në mënyrë kategorike. Është një menu që ka diku te 11 portata, fillojmë që nga muzbushi dhe përfundojmë te likeret. Kemi menun më të mirë në restorantin tonë, e cila është Exclusive Crown, e cila patjetër që ka gjithmonë 11 portata, por gjithmonë ka një lëndë parë më të zgjedhur dhe ka një trajtim më të mirë të produktit dhe është maksimumi që secili nga ne mund të marrë në një restorant të këtij niveli. Kur kemi klientë të huaj që provojnë ose menun pure ose menun ekskluzive, përshtypja e tyre është e tillë që na thonë një menu të ngjashme në një vend të Europës, në Paris apo në Vjenë apo në Londër apo diku tjetër, e paguajnë 4, 5, 6 herë më shumë. Menut në The Crown ndrohen 3 herë në vit, pra sipas stinës, është edhe për efekt të freskisë së produkteve, është edhe për efekt larmishmërie, pasi klienti edhe pse mund na vi shpesh, ka gjithmonë gjëra të reja, ka gjithmonë inovacion, ka gjithmonë shijet e tij të preferuara që mund t'i gjejë në menut tona. Kënaqësia më e madhe jona është kur marrim duartrokitje shpeshherë në sallë, pas darkave shumë të mira, kur marrim mesazhe shumë të mira, kur marrim review shumë të mira në rrjetet tona sociale. Ushqimi flet më shumë me shije se sa me fjalë. The Crown ndahet në disa ambiente, ku një nga ambientet kryesore është rooftop-i jonë, për shkak edhe të locationit në qendër të Tiranës, ofron një pamje mjaft të bukur në 360 gradë, ku shihet Tirana e vjetër dhe Tirana e re. Një pjesë tjetër mjaft e kuruar në fakt e restorantit tonë është main restaurant, ku është e gjitha si një kupol xhami, pra me një dritë natyrale gjatë gjithë kohës. Kemi pastaj edhe sallën tonë prive, ku dhe po xhirojmë aktualisht. Është një sallë dedikuar që për shkak edhe të historikut të godinës shumë vjeçare, ne e kemi quajtur living room, pra dhoma e ndenjes, ku përgjithsisht ne kemi ditëlindje të ndryshme, kemi konferenca dhe janë ambientet në fakt edhe të akademisë së menaxhimit që ne disponojmë, The Crown Hospitality Academy. Pastaj është pjesa e gjitha e hotelit, ku është halli, ku është spaja, ku janë dhomat. E gjitha e konceptuar në një butik hotel, e shfrytzuar mjaft mirë çdo cep, i kuruar çdo cep, ku për kohët që po jetojmë, për social median që po jetojmë sot, çdo person e gjen një ambient dhe një spot për të bërë foton e tij të preferuar. Në këto 3 vite, në fakt, ne kemi pasur shpesh kopertina, kemi pasur shpesh artikuj në revista dhe gazeta të njohura shqiptare dhe jashtë, por lajmi që më ka bërë, besoj, një nga personat e gastronomisë më të lumtur kohët e fundit është një lajm, një speciale në Gambero Rosso, që për mua është revista më e njohur dhe më e rëndësishme e botës industrisë ku ne operojmë dhe jetojmë. Ky ishte, besoj, kurorëzimi i të gjithë punës tonë 3 vjeçare tashmë në The Crown, ku është një pagim i të gjithë mundit, i të gjithë djersës dhe i të gjithë emocioneve, fantazisë dhe çdo gjë tjetër që ne kemi dhënë dhe kemi përjetuar
për këtë vend që për mua është, besoj, një pjesë e rëndësishme e jetës time. Është shumë e rëndësishme që në këto momente unë bashkë me ju të ndajmë një lajm tjetër të bukur në The Crown, që për judhën e pranverë The Crown në main restaurant në fakt do dedikohet pjesës së festës, pjesës së lounge-it, ku secili nga ju mund të vini dhe të konsumoni qoftë dhe vetëm një koktejl. Rooftopi do jetë vetëm restorant gjatë periudhës pranverë, gjatë darkës, i dedikuar fine dining i mirëfillt, kështu siç jemi gjithmonë, të mirë siç jemi gjithmonë, por pjesa e main restaurant patjetër që do ketë një ndryshim, i cili është mjaft i kërkuar nga ju dhe është fal sugjerimeve të gjithë miqve tanë që pjesën e darkës duan ta kalojnë ndoshta në një ambient pak më chill, ndoshta pa ato rregullat strikte që ne shpeshherë kemi, sidomos për darkën. Pra main restaurant do kthehet në një resto lounge ku do kemi pjata të ftohta, ku do kemi koktejle, ku do kemi verë. Një nga gjërat më të veçanta që ne kemi në fakt është edhe frekuentimi nga personazhe të botës së showbizit, botës politikës, botës ambasadave, nga më të veçantit në fakt që kanë vizituar The Crown. Po flasim për Dua Lipën, po flasim për grupe shumë të njohura dhe artistë shumë të njohur nga Italia, si Ghe Pequeno, si Gali, si Sfera Ebbasta. Pastaj kemi mikun tim, vllain tim, Noizin, i cili vjen shpesh, Kledi Kadiu, Elhajda Dani, do doja të përmendja në fakt Massimo D'Alema, i cili vjen shpesh në Shqipëri dhe në ambientet tona. Kemi pasur edhe Dr. House, dhe pavarësisht se unë përmenda të gjithë këto emra të njohur botërisht, unë mendoj që secili klient tek ne është një personazh publik, është një VIP me veten e tij, është një personazh që duhet dhe meriton të ketë nderimet tona dhe respektin ton që na zgjell, që na frekuenton dhe që vlerëson atë që ne bëjmë. Asgjë nuk do të ishte e mundur në fakt pa dedikimin e familjes time dhe patjetër pa dedikimin e mrekullueshëm të stafit tim, i cili është më i përkushtuar në botë. Kam diku tek mbi 50 punonjës sot, të cilët e kanë përqafuar të gjithë ideologjinë tonë, janë bashkëpunëtorë të mrekullueshëm që dedikohen, që japin edhe ato pasionin e tyre, kohën e tyre, energjinë e tyre dhe çdo gjë tjetër që ne sot ta ndajmë bashkë në sukses. Sot është një ditë speciale pasi The Crown mbush 3 vjet dhe unë jam falendërues me secilin nga ju që keni zgjedhur ta kaloni këtë ditë me ne. Jam falendërues me të gjithë miqtë dhe klientët tanë që na kanë vizituar gjatë këtyre 3 viteve, që kanë përqafuar ideologjinë tonë, energjinë tonë dhe të gjithë atë që ne duam t'i japim industrisë gastronomisë në Shqipëri dhe jo vetëm. Ju falenderoj shumë edhe një herë dhe shpresoj që sot të kaloni shumë mirë.